Opozita ndërkohë e ka ndërmarrë. Unë kam kënaqësinë që të ndaj studion ditën e sotme me zotin Nart Ndoka, kreun e Partisë Demokracistiane. Shumë faleminderit që na i bashkuar. Faleminderit Nasi. Zotin Ndoka, si po e sheh gjithë këtë që është duke ndodhur përgjatë këtyre javëve të fundit, nëse mund ta quaj kështu, edhe pse secila ditë po sjell ndryshime mbi të gjithë atmosferën politike dhe situatën, e cila duket sikur nga njëra anë ka paraprirë, por duket sikur nga ana tjetër ka qenë edhe e papritur për një sër arsyesh dhe faktorësh. Cili është qëndrimi juaj? Të them të drejtën, ne kemi një qeveri që është katastrofë për qytetarët, për vendin në tërësi, për faktin që këto nuk po qeverisin. Dhe kjo është rreziku më i madh kombëtar. Përveç asaj që janë kapur tashme në korrupsion flagrant dhe këto përpiqen që ta mbrojnë veten edhe me kartonat e mazhorancë, edhe nëpërmjet procedurave, edhe nëpërmjet presionit ndaj sistemit të drejtësisë. Por vjen një moment që dënon edhe Zoti. Pra që ti me të vërtetë që ke kartonat në dorë, që këto flasin akoma për vullnetin e qytetarëve të cilin nuk e përvesojnë, por e kanë deformuar pikërisht nëpërmjet lekë këtij korrupsionit, e këtyre bandave që ato bashkëpunojnë me ta. Goditja e rënë sot që pothuajse është e paralizuar 1/3 e vendit, ku pikërisht prej korrupsionit sot kemi dëmtime në tunele, në ura, në rrugë nacionale, dhe është shumë e rëndësishme që të pyesim veten si erdhëm deri këtu. Ka një problem madhor që për fatin e keq edhe opozita nuk e artikulon drejt. Cili është? Këto i kanë dëbuar kompanitë e huaja. Pra, kompani që kishin një lloj bazamendit, eksperiencët, kompani që nuk korrupton, dhe këto gjoja në aspektin e një patriotizmit korruptiv, që t'i largojmë këto kompanitë e huaja dhe të punojmë me kompanitë vendese, se kompanitë e huaja nuk paguajnë rishfet, kompanitë e huaja kontrollohen edhe nga përfaqësitë e tyre diplomatike që janë në Shqipëri. Vetëm që nëse krahasojmë, rruga Kombit është bërë nga një kompani amerikane, që ka standarde, ka emër. Pra, ato nuk i lejojnë vetes që të vjedhin rrugën dhe të dëmtojnë standardet. Kjo nuk ndodh kurrë, se ato tashme janë kompani që kanë operuar në gjithë botën. Rruga e Shkodrës është një kompani austriake që ka mbi 20 vite që është ndërtuar dhe nuk ka asnjë cedim. Megjithëse është një zonë fushore, jo me bazament, ajo nuk ka lëvizur, pse se janë bërë gjitha ndërhyrjet edhe poshtë me shtesat e domosdoshme, me veshjet, me çakullin, çdo gjë tjetër, në ato parametra se këto kompani nuk ja lejojnë vetes që të prishin emrin në Shqipëri. Po ashtu edhe tuneli të rruga e Kombit. Pra, kudo kur ne kemi sot vepra të cilat janë bërë nga kompanitë e huaja, apo ura Milotit e cila është bërë nga Berlusconi në atë kohë që nuk ka ceduar as 1 milimetër, një kohë që në vazhdimsi të saj kemi 3-4 ura të cilat janë ulë me centimetra. Kështu që kudo që ka vendos durt kompanitë tonë